Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi prokurorisë evropiane shtrihet hetimin edhe në Tiranë për Federica Mogherinin, ish zyrtare e lartë të Komisionit Evropian, e cila aktualisht mban detyrën e rektores së Kolegjit të Evropës edhe në dekën që është hapur në Shqipëri. Një ditë pas arrestimit të Mogherinit, Berisha akuzoi rektoren e Kolegjit të Evropës dhe kryeministrin Edi Rama për korrupsion në ndërtimin e kampusit të këtij kolegji me vlerë 17 milion euro. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje, shqiptarët do të vlerësonin me mirënjohje hetimin e lobingut që Federica Mogherini ka bërë për Edi Ramën për sukseset e tij imagjinare, mbulimin e mega skandaleve të tij në Bruksel dhe në veçanti angazhimin e saj kundër opozitës shqiptare. Për të akuzave ndaj qeverisë, Sali Berisha komentoi zhvillimin në Partinë Demokratike dhe takimet e ish deputetit Ervin Saliani me një grup demokratësh. Berisha u tregua i prerë dhe i mbylli rrugën çdo lëvizje që vjen nga grupi i Salianit. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Sipas Berishës, Partia Demokratike ka nisur analizën e çdo proces reformimi do të nisë nga brenda radhëve të saj.